socialiste, ndërkohë që këtu kemi më pak votues në qark, por më shumë vota për Partinë Socialiste. Pra, është dyfish rezultat për PS-n. Ruajtja e Gjeshit Mishit në 2025. Sepse këtu kemi vota të numëruara 110.370. Jënë edhe 3.000 nga diasporë. Atje kemi... 57 janë. Shikon, Lorenz, votues janë 284, por pjesëmarrja 46% e çon 120. 120, kështu që po, ka një rënje dhe kanë mbajtur Gjeshit Mishin. Kështu që do thotë që janë shtuar vota për PS-n në rastin konkret. Në momenti që është mbetur dhe mandati ose ata që kanë nikur nga Korça kanë qenë demokratë dhe kanë mbetur socialistët. Nuk po të themi këtë sepse një minut. Se po të ishin atë demokratët që kanë nikur, se një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet, aq më besueshme bëhet. Dhe fillon të beson edhe ai që e ke shpik gënjeshtrën. Atëre nuk do t'ishte ky raport që po këtu e kemi paralajmëruar, që në 3 vota që do vinë nga diaspora, 2 do t'jenë të majtës. Diaspora po ndjek trendin. Nuk do t'ishte vota e diasporës një kryqëzuar e madhe e doktorit sot edhe do vazhdoj kjo. Atëre, ta vazhdoj me zotin Lita që kisha. Zotin Lita i dashur lavdërim, si shpjegohet... Doja pjesën e dytë të batutës. Si shpjegohet kjo... Zakonisht ata që kërkojnë pasaportën duan të ikin, ose kanë ikur. Dhe ikin për shumë arsye, ikin për një arsim më të mirë, për spitale më të mira, për ilaçe më të mira dhe për shumë gjëra të tjera më të mira, dhe zakonisht ikin ata që nuk e gjenë mundësinë këtu, që nuk janë socialistë të përbejtuar që punojnë në administratë apo që janë të lidhur me politikën. Dhe normalisht janë ata që kanë pasur apo kanë gjetur një të ardhmë më të mirë jashtë. Por kjo nuk e thot të gjithën, sepse kemi një rënje totale të Partisë Demokratike dhe të LSI-s, që po t'i marrësh bashkë nga 2021 ka një rënje drastike me 13% e kini nxjerrje, që është edhe më e madhe nëse fusim dhe LSI-n bashkë me 8.493 votat, do të thotë që rënja është mbi 20% e Partisë Demokratike në qarkun Korçë. Dhe kjo i faturohet leadershipit dhe listës së dobët të bërë në 2025 nga leadershipi i Partisë Demokratike. Dhe kjo është reflektuar në vota. Dhe kjo është një faturë që ata duhet ta marrin, siç e kanë marrë, dhe duhet t'i nxjerrin dhe analizën e kësaj gjë. Sipas jush pse ka ndodhur? Unë mendoj se sistemi e bën këtë gjë, sepse generalet kanë qëndruar në shtëpi, generalet e listës së mbyllur, dhe ushtarët kanë dalë në betejë dhe janë vrarë. Vetëm sistemi? Sistemi, sepse ti ke parti apo subjekte që kanë marrë 70.000 vota si Shqipëria bëhet dhe ka prodhuar vetëm një mandat. Ka parti tjera si Mundësia që kanë marrë mbi 55.000 mandate. Ajo është taktike. E tha Lapaj që ndoshta po t'isha fokusuar vetëm në një qark. Proporcional rajonal kombëtar, tu do kishe komplet një ndryshim, por sistemi është i bllokuar nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në marrëveshje nga 2008 dhe riprodhuar në çdo lloj marrëveshje tjetër deri tek ST7 kuriku i vitit kaluar, kur e bën listën e mbyllur dhe listën e hapur, dhe generalet nuk dolën. Nuk dolën, ne shikojmë listën e besnikëve, nuk dolën në fushat, si ata të Partisë Demokratike, si ata të Partisë Socialiste, sigurisht me disa përjashtime. Edri, kam një koment. Ndërkohë, i lutem nga regjia pak në full screen, ndërkohë që dhe zonja Kuko merr fjalën, vetëm grafikun e përgjithshëm të Shqipërisë, atë që përmendi lavdërimi, pra grafiku i përgjithshëm i Shqipërisë me mandatet që janë prodhuar, sepse tek e fundit e kemi të mbaruar numërimi, kështu që grafikun final, vetëm Shqipërinë, grafik final full screen, po. Kemi këtu, përdorim një vektor në të cilin themi që është mungesa e generalëve në betejë, vrasja e pjesës lejtnantëve, do ta thosha unë, të njërës parti edhe suksesit Partisë Socialiste. Pra, është thjesht llogari elektorale e cila po diskutohet. Ndërkohë që mendoj që ka njerëz që vlerësojnë edhe arritjet, edhe kontributet e qeverisë shqiptare. Unë po ju jap një shembull konkret fakt në qarkun e Korçës. Në vitin 2013 në qarkun e Korçës, qytetin e Korçës, ka patur vetëm një bujtinë. Një të vetme. Ndërkohë që sot jemi në 160 bujtina, që do thotë më shumë turizëm, më shumë njerëz, më shumë ekonomi, më shumë lëvizje ekonomie dhe më shumë prosperitet për qytetin. Edhe besoj që këto janë faktorë të cilat ndikojnë në pjesën e votës. Pra, mirë qeverisja,
besimi i ripërsëritur që qytetarët i japin Partisë Socialiste, se ne shikojmë që kemi një trend ku nga çdo zgjedhje në zgjedhje ne kemi besimin e më shumë qytetarëve. Pra nuk besoj që ne fitojmë sepse kemi me pak fjalë një kundërshtar të dobët nga ana tjetër. Sepse kishim dhe alternativa të reja të cilat dolën aty në fush, dhe në qoftë se do të ishin kaq të lodhur nga Partia Socialiste, alternativat ishin aty këtë radhë, apo jo? Pra, nuk është vetëm faktori... Mos më kërkoni të bëhem logjikës tuaj, sepse unë kërkoj të shifrat, arsyen, dhe juve njësoj si zoti Mazniku, që është personi që merret me shifrat në Partinë Socialiste, për që shprekosh që ku nuk militonte ende në Partinë Socialiste, ju më thoni që kjo është nga qeverisja. Dakor, jeni drejtën tuaj ta thoni. Patjetër që po. Unë mendoj, duke parë shifrat, që votat i mungojnë demokratëve. Juve keni mbetur te votat tuaja dhe gjatë kohës që ju flisit, regjia ju mundsoi dhe ju vuri në splitër finalen në Shqipërisë. Sigurisht. Po të shohësh finalen në Shqipërisë. Atëherë edhe një herë, nëse ne ngelim tek votat tona, kjo nuk do të thotë që janë vota vetëm të militantëve të Partisë Socialiste, sepse PS nuk e votojnë vetëm ata që aderojnë në Partinë Socialiste. Jo, është një 800.000 vota janë... Si janë 800, ja ku është tabela. Pra fërstisht po themi, një shifër kaq e lartë. Vetëm në Korçë rritet projekcioni dhe plus 7.000 vota tjera nga diaspora. Pra, nuk mund të themi vetëm që janë humbur votat nga Partia Demokratike dhe ka pasur një trafik. Ne po themi që qeverisja e Partisë Socialiste rimbush njerëzit me besim, të cilët e kthejnë këtë besim tek kutia e votimit për të votuar PS-n. Le ta shikojmë pak në këtë, sa e dëgjoj shumë shpesh të argumentin fitoni ju se janë dobët ata. Po të tjerët që kishin një lloj alternative, çfarë ndodhi me ata që nuk e dashkan Partia Socialiste? Pse nuk shkuan të mbushnin grafikët e partive të tjera? Kështu që le të jemi pak racional në këtë pjesë. Okej, atëherë ato kanë probleme, sa të partitë e reja kanë probleme strukturore, nuk janë të shtrirë në gjithë Shqipërinë, nuk ka një klasë drejtuese Partisë Socialiste, një klasë që ka qeverisur vendin prej 30 apo 80 vitesh, të strukturuar në terren, pra ka shumë arsye që ata nuk e kanë qarë sistemin apo nuk e kanë